يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetet në vazhdim të surës Al Imran: Ja ayyuhalladhina amanu, o ju besimtar, la takunu kalladhina kafaru, mos u bëni sigur ata të cilët kanë mohuar, mos u bëni sigur qafirat. Wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi aw kanu ghuzzan, që ju kanë thënë vëllezërve të tyre të cilët kanë dalë në tokë, kanë ecë, kanë shku bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke qenë munafiqin: Law kanu indana ma matu wa ma qutilu, po të kishin ecë me neve, mos kishin shkuar aty ku keni shkuar, nuk kishin vdekë dhe nuk ishin vrarë. Leja'ala Allahu dhalika hasratan fi qulubihim. Kjo bindje, ky mendim i tyre është vetëm për m'ia bë zemrat të dëshpërume. Wallahu yuhyi wa yumit. Nëse Allahu është ai i cili e jep jetën edhe e jep vdekjen, wallahu bima ta'maluna basir. Allahu e din atë që e punoni, e sheh. وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ, nëse vritni në rrugën e Allahut ose vdisni në rrugën e Allahut, لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Falja që ka më dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe mëshira e Atij që ka më ju përfshi juve është më e mirë se ajo që punoni. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju besimtar, thirrje nderim për muslimanët që Allah subhanahu wa taala i quan ata besimtar, dhe pas thirrjes Allah subhanahu wa taala u kërkon diçka muslimanëve. Ajo që u kërkon në këtë ajet: la takunu kalladhina kafaru, mos u bëni si qafirat. Mos u bëni sigur ata të cilët kanë besuar, në këtë rast sigur ata që nuk kanë besuar, në këtë rast është për një çështje të veçantë, por dispozita është e përgjithshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që më u përngjall pa besimtarve në gjithçka. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë: men tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Kush i përngjason një populli, ai është sigur ata. Nëse i përngjasojnë bidate, janë në bidate sigur ta, barabar. Nëse i përngjasojnë gjunohe, janë gjunohet barabar sigur se sa ata. Nëse i përngjasojnë në kufër, janë qafirat barabar sigur ata. Për të përngjasimi me popujt e tjerë, nuk është gjithmonë kufër, sigur e këtë kuptojnë disa. Ka mundësi i përngjason një populli ose dikuj për besimtarve, por ajo në cilën i përngjason, ajo vlerësohet. Jo, përngjasimi nuk e merr dispozitën si përngjasim, për shkak se përngjasimi në bazë është haram me pabesimtar. Pastaj në çka përngjason me ta e merr dispozitën. Në çka do që përngjason me ta është ndaluar. Nëse përngjasimi ose vepra në cilën i përngjason atyve është kufër, ky bëhet kafir. Nëse vepra që i përngjason atyve është gjuna, kjo është gjuna qarë. Për shembull,
Nëse dikush për muslimanëve përcjell një stil të flokëve si të qafirave, kjo nuk është kafir. Për shkak se shikohet ajo vepra në cilën është i përgjagjësuar atyre. Nëse vepra është gjuna, kjo është gjunaqar. Nëse vepra është kufër, kjo është kafir. La takunu kalladhina kafaru, mos u bëni sikur qafirat. Ndales. Në çka, në gjithçka. Sa që sahabët në Medinë kanë thonë, kemi vërejt se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka pa diçka të qafirat e ka bën ndryshe. Gjithçka. Khalifu al-yahuda wan-nasara. Kundërshtoni, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju bëni ndryshe që shbojnë jehudit dhe krishterët. Ju keni ndryshe, fen juve e keni ndryshe. Jo sikur që ja kanë ata. Kur ka ardhur në Medinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka gjetë jehudit duke agjëruar ditën e Ashurës, ditën e 10 të muajit Muharram, e ka pyetur pse po agjërojnë. I kanë thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak që Allahu në këtë ditë ka shpëtuar Musa alayhis salam prej Firaunit. Dhe në shenjë falënderimin agjërojmë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nahnu haqqu bihim min Musa, na kena drejt më shumë te Musa se sa ata. Për shkak se ata kanë devijuar rrugën e Musës. Alayhi salatu wasalam, kurse ne jemi në rrugën e Musës. Alayhi salatu wasalam, dhe pejgamberi sa më ka agjëruar ditën e 10 dhe ka porosit që për mi kundërshtu ata i u agjëron e 9-ën edhe 10-ën, ndryshe. Ose 10-ën edhe 11-ën, ndryshe, kundërshtoni ata, jo sikur ata. Momentet e vdekjes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porosit prej amaneteve të fundit. E kalon kundërshtoni ata, ndryshe bën ju. Se ju e keni ndryshe në fenë juve. I kanë marrë ata vorët e pejgamberëve të tyre, i kanë bërë vend adhurimi, ju mos i bëni. Kundërshtoni. Fjalët e fundit të dërguarit të fundit. S'ka më pejgamber tjetër. Edhe s'folet më me vahi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e ka porosit, edhe drejtsinë ndaj grave e ka porosit, edhe kundërshtoni qafirat. Ndryshe bëni, jo sikur ata. Në qka? Gjithçka. Pse në gjithçka? Për shkak se feja islame është fe e pavarur, e vetme. Ajo s'ka nevojë me morë për kërkun e heq. S'ka nevojë me imitua kërkun e heq në asnjë çështje. Për shkak se thot Allah subhanahu wa taala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina, unë kam plotësuar fenë, s'ke nevojë me përsëri kërkon më. Në asnjë gjë, në asnjë detaj, muslimanët nuk kanë nevojë me pasuar dikon. S'kan nevojë me imituar kërkon hiç prej atyre të cilët nuk janë muslimanë. La takunu kalladhina kafaru, mos e bëni sikur qafirat në këtë rast për një çështje të veçantë. Wa qalu li ikhwanihim, të cilët u kanë thonë vllaznive të vet. Kush janë vllaznitë e tyre? Vllaznitë e tyre janë të gjithë ata të cilët nuk janë muslimanë. Kush janë vllaznitë e muslimanëve? Vetëm ata të cilët janë muslimanë. Islami e njeh 3 lloj vllazërie. Vëlla për gjakut, edhe vëlla për gjakut është ai cili, ose ata cilët janë një babës, ose të një nanës, dhe e vëlla për gjakut. Jo të dërgush, s'mundesh me pas vëlla të gjakut një katu një tjetër. Se të më koni babës tënë. Vëlla i gjakut është ai, ose ata të cilët vllaznit të gjakut janë ata të cilët i kanë babat, një babë kanë të dytë, ose të dytë e kanë një nonë. Ndryshe vëlla i gjakut nuk bëhet. Që më konë miq se ki vëlla të gjakut, se po e ki miq. Vëlla
është kur ta keni babën e përbashkët, ose nonën e përbashkët, ose babën dhe nonën e përbashkët, kjo është vëlla i gjakut. Se tërkush s'mund me hi këto. Vllazëria e dytë është vllazëria e qumshtit. Kushdo që kanë pi tomël para moshës 2 vjet, të një gru, atë në vllazëri qumshtit. Më thonë me pas gjithashtu qumshtin e përbashkët të një gru. Edhe lloji i tretë i vllazërisë është vllazërit në fe. Edhe 2 fe ndryshme më ka vllazërisë është e mundshme. Të më ka vllazëri me pas një fe, jo 2 fe. Se këta të kësaj feje janë vllazërinë e mesveti. Këta të kësaj feje janë vllazërinë e mesveti. Kushdo që për kësaj feje, ose në këtë rast për fesë islame, thotë të kemë vëlla dhe një fesë tjetër, ky musliman sa, ky e ka vëlla këta, vërtet, po është qafir bashkë me këta, por që se këta vllazëri janë, është e vërtet. Kushdo që pretendon se është musliman, edhe në anën fetare e ka dikon vëlla tjetër, se këtë babës se ka, në anës nuk e ka, se ose këtë më kanë kupil, më kanë i babës të atina, ose u këndosh me pas në anë lavire, më kanë vëlla me ata, ose ndryshës regula fetare nuk e qetë. Ose du të me pas dëshmi që ka pi tomër të njënë për tynve të nëna tjetrit, ose ka vëlla në fe, e gjithë mund du të me pas një vi, nuk mund është me pas 2 vija. Këta babat i kanë ndryshëm, nënët i kanë ndryshme me vllazëri për gjakut, s'ka mundësi. Kanë pi tomër të gratë ndryshme a me vllazëri të qumshtit, s'ka mundësi. Janë fe të ndryshme për vllazëri, apo s'ka mundësi. Lloji i tretë i vllazërisë është vllazëria në fe, edhe veç njerëzit e një feje janë vëllezër në fe. Një fe me një fe tjetër, vëlla nuk ka mundësi më ka. Nëse është vëlla, atëherë ka ndru fen. Më thënë, kushdo që i ka edhe qafirat vllazni, ai është kafir, sigur që janë ata dhe çështja duket e vogël, por nuk është e vogël. Kushdo që për muslimanëve e llogarit vëlla dikën tjetër, jo të fesë islame, e që nuk e ka vëlla pe gjaku, pe babë, pe none, edhe nuk e ka vëlla pe qumshti, ai është kafir. Për shkak se e ndron dispozitën të cilën e ka vendosur Allahu subhanahu wa taala dhe e ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O qalu li ikhwanihim, ata i kanë thënë vllazërive të vet. Për këtë thotë Allahu subhanahu wa taala mos u bëni ju sikur ata. Ata që s'kan besuar, pse që kanë bërë ata? O qalu li ikhwanihim, ata i kanë thënë vllazërive të vet. Idha darabu fil ardi au kanu ghuzza, kur kanë shkuar me luftuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ne kemi përmendur se me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kanë shkuar me luftuar dhe munafiqët. Dhe në shumë ajete Allah subhanahu wa taala kur flet për munafiqët i cilëson qafira. Në shumë ajete Allah subhanahu wa taala kur flet për munafiqët i thot qafira. Munafiqët që kanë shkuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për betejë, disa prej tyre edhe janë vrarë. Këta munafiqë tjerë i kanë thonë vllazërive të vetë që i kanë pas munafik, "Law kanu indana ma matu." Po të mos shkoni me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nuk ishin vdek. O ma kutilu, as nuk ishin vrarë. Tash aspekti logjik e qëtë qashtu. Keni shku më luftu, i një vra. Mos me pas shku më luftu, si shi vra. Logjik. Po, ana fetare nuk është kështu. Nëse Allah subhanahu wa ta'ala thot, "Liyaj'al Allahu dhalika hasratan fi qulubihim", që të fa shpresën që mos t'ishmi shkuar na, kishmi pështu, Allah subhanahu wa ta'ala veç ja lëshon në zemrat e veta këtë bindje dhe menjet e tyre, këtë mendim, veç me vujt ata se pse gabu. Kurse realiteti nuk është kështu, për shkak se Allah subhanahu wa taala thotë wallahu yuhyi wa yumit. Allahu është ai që ja jep jetën e vdekjen. Jo pse keni shkuar në një vend, keni vdek. Jo pse keni shkuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, jeni vrarë. Jo, nuk është kështu. Ju keni vdek se ju ka ardhur momenti me vdek.
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Kur vjen të Allah subhanahu wa taala ajeli, nuk shpejtohet as nuk vjen përpara. Ata që janë vrarë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a kanë pas me vdek në qatë moment që janë vrarë, as kanë pas me vdek. Kanë pas me vdek. Mos me bashku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, a kishin me gjallë se ishin vdek, e kishin të kaluar kaderin saktimin e Allahut. Kurse në hadithet të tjera të shumta, bazë është hadithi se në transmeton Imam Buhariu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se para se të konë fëmia në barkun e nanës vet, Allah subhanahu wa taala ja shkruan kur ka me vdek. Hala pa ardhë këtë dynjo, pa lind, është hala në barkun e nanës vet, kur t'i ka si pas një shpjegimi 4 muaj, si pas një shpjegimi tjetër 43 ditë kur t'jen në barkun e nanës vet fëmia, Allahu subhanahu wa taala ja shkruan rrezikun edhe ja shkruan kur ka me vdek. Tash kur ka vdek ky, kur e ka pas shkruar, a për shkak se ka shkuar mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Ja më ka vdek që ka pas shkruar, s'ka mujt me jetu më shumë se s'ka pas rrezik më shumë. Edhe në momentin e ka pas që të me vdek. Lau kuntum fi buyutikum, në ajet e tjera Allah subhanahu wa taala tha, dhe në shtëpia të juve kur t'ju vjen vdekja, keni me vdek. Nuk vjen vdekja pse ke shkuar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por vdekja vjen se që aty e ke pas shkrume. Që ato këta që e shku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që e vran, që ditë që shka banëm, mos me pas shkuar Bavakia, kitë këto janë për mu dëshpërue qysh njëtën e kësaj bote ata të cilët kanë munafikin në zemrat e tyre, përse dëshpërimi më i madh ka më ardhur në ahiret. Wallahu yuhyi wa yumit, se jetën e vdekjen e jep Allahu subhanahu wa taala. Kush ka me jetu hala, Allahu subhanahu wa taala vendos. Kush e ka krye jetën e vet, Allahu subhanahu wa taala vendos. Nuk vjen vdekja për shkak se na nëse i bëjmë disa gabime vdesmi, nëse si bëjmë disa gabime nuk vdesmi, ja. Nuk është kështu. Vdekja vjen vetëm atëherë kur e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Në parimet e përgjithshme pastaj njeriu duhet të marrë shkaqet e logjikshme edhe të lejuara shariatike për mbrojtja në ato që është e zakonshme, por vdekja vjen në momentin që ka caktuar Allahu, as nuk shtyhet, as nuk vjen përpara. Edhe pse kanë shkuar në luftë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por që kanë shkuar në luftë kishin vdek kur, po kanë vdek për shkak se kanë pas e gjelin që të me vdek. Wallahu bima ta'maluna basir. Allahu subhanahu wa taala ashe ata që e punoni. Tash Allahu subhanahu wa taala i tregon muslimanëve se nëse keni shkuar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe jeni vrarë, është shumë më mirë për ju se me pas me gjallë hala me punua. Shumë më mirë. Wala in qutiltum fi sabilillah. Nëse vritni në rrugën e Allah subhanahu wa taala, e muttum, ose nëse vdesni, për shkak se njerëzit mund me shku në rrugën e Allahut, por nuk vriten, po vdesin rrugës. Dhe kjo ka ndodhur shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo gjithë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë vrarë në luftë. Disa prej tyre kanë vdekur të shkullës. Po ata kanë të shku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wala in qutiltum aw muttum, nëse vritni me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ose vdesni, ju se vdekja pa mos luftuar më kërkon la maghfiratun min Allah, falja që ka më avdhon Allahu subhanahu wa taala, wa rahmatun, edhe mëshira me të cilën ka më përfshi, khairun mimma yajma'un, është shumë më mirë se ajo që jeni të i dhënë zor me punuar për jetën e kësaj bote. Thanë cilët janë më të mirë, ose cilët sahabe kanë fitu më shumë, ata cilët kanë shku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kanë luftu, e në vranë rrugën e Allah subhanahu wa taala, ata që kanë me gjallë e në këthyje të në me i punu tokat me dine. Cilë ka marrë se va më shumë, kështë këthyje me punua me mjellë tokën. Tash kjo punë normal, e halalit, por ata të cilët i kanë përgjigj ftesës e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atyne ju ka rënë më mirë.
edhe për çështjet e kësaj dynjoje, edhe për çështjet e ahiretit. Për çështjet e kësaj dynjoje për shkak se e kanë përfunduar jetën e tyre duke qenë Allahu subhanahu wa taala me ta i kënaqur dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është begati. Njerëz të cilët e kanë ndihmuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam deri në momentet e fundit të mundësisë të tjetërve të tyre. Pastaj e kanë dhënë jetën mbrojtje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shkak të kësaj Allahu subhanahu wa taala ka më afal krejt gjunohat. Për shkak të kësaj Allahu subhanahu wa taala ka më afal krejt gjunohat. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë pika e parë e gjakut të shahidit që i bjen i falen krejt gjunohat që ka bën. Wa rahma edhe i ka rahmetin mëshira Allahut. Prej haditheve të sakta që i ka ata mëshira Allahut, Allahu subhanahu wa taala në Kur'an ka ndalu bile më ju thonë atyre se janë të vdekë. Bel ahya, për shkak se ata janë të gjallë. Walakin la tash'urun, por na nuk e dim, nuk e njohim këtë lloj gjallërie që e kanë ata për shkak se ka të bëjë me ne tjetër mundësi që na nuk e kena. Inda rabbihim yurzaqun, han e pin ata, sigur që han me pin na. Çtash فرحين بما آتاهم الله من فضله, edhe janë shumë të gëzuar me mirësitë që Allah subhanahu wa taala ja ka dhënë atyre. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë shpirtat e shahidave Allah subhanahu wa taala i fut në zogj special në xhennet. A kjo para se më bëu kiameti. E kur bëhet dita e kiametit është këtë tjetër mohabet masane për ta, po para se më bëu dita e kiametit ata deri në kiamet në shëtitën, në mirësitë dhe begatitë e Allahu subhanahu wa taala. Khairu mimma yajma'un. Ata atyre ka më mirë tjerëve që i japin zor me të buë me marr prej jetës së kësaj bote. Normal që atyre që kanë marrë kënaqësinë e Allahu subhanahu wa taala. Për mbledhja e jetëve, o ju besimtar mos e bëni sikur ata të cilët nuk janë besimtar, se s'keni nevojë, më bon, kur që sigur ata se këtë keni t'juve, jeni të pavarur. Edhe mos mendoni se nëse shkoni me ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ose fen po vdesni para kohës, se para kohës nuk vdes kurkush hiç, veç secili vdes kur i vjen momenti që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, dhe kushdo që mendon se mos vdiq dikush që i erdhi vdekja para kohës që shku me një mufen, e ka gabim se nuk është e tillë. Edhe kushdo që e përfundon jetën e vet duke ndihmu fen e Allahut, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa taala ka me afal gjunohat edhe me përfshi me rahmetin e vet. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.